leje që adhuruse, po presi që marrë pjesë Shqipëria, unë jam tashti 2 fish adhuruse dhe desh më doli zemra prej vendit, pi tregoj drejtën se na si muzikanta sigurisht i përcjellem me pjesën e interpretimit edhe për pos emocione fuqishëm që na japin artistat, tash e shohim edhe pjesën interpretative të artistit në skenë. U lutësha mos me ndodh kërgjë, u lutësha me qenë gjithçka në vinë e duhur, siç Alisi ka dhënë të njëjtin emocion edhe në skenën e televizionit shqiptar, festivalit kur dhe atëherë dhe atë patë ndjesi madha dhe mram, patë dashni të madhe që kisha për këngën që në dëgjimin e parë. Edhe normalisht e përcolla gjithë ngjarjen nga fillimi deri në fund, natën e dytë, natën e parë nuk e kam ndjek nga fillimi, por mundova me e shiku pak çka disa kanë kemi pas rast me ndëgju dhe herë mas here kështu në rrjetet sociale, por që ajo ndjenja tjetër është e fuqishme kur i ndjek direkt në performancat e tyre. Mu vjen keq ndonjëherë që kjo pjesa skenës, domethënë që e pamundson Eurovisioni me fut një kor të madh në skenë, kjo po më duket ajo i ka mungu këngës së Alisit për me qenë në një perfekcion edhe më të lartë, mendoj apo. E dim që i ka rregullat e Eurovisionit të tilla që më shumë se 6 pjesëtar në skenë nuk mund të jenë, me sa kam informacion kështu të qartë, sepse më ka bë përshtypje shumë edhe më herët, pse s'ka edhe ndëgjohen koralet e këngët performuese dhe nuk ka një kor të përfshirë në skenë, një kor të madh. E ndërkaq që këngës Alisit mendoj se do t'i shkonte një kor masiv, do ta shtonte edhe më shumë atë interpretim të tij, cilën më të vërtet la gjumë shumë. Tema shumë e ndjeshme, që ndëgjimin e parë më ka bu për vete a këngë. Ndoshta pse jam nën vet, e kam tash atë ndjeshmërinë edhe më të fuqishme, por e kam pas postuar më njëse e kam dëgjuar këngën.